pyetja e radhës. Selam aleikum hoxh, Allah ju shpërblet. Një nxënës i tijes që nuk e di arabishtën më këtë thonë nga dietarët dhe i përkthen me ChatGPT, por ne nuk jemi të sigurt nëse përkthimi është i saktë. A ka gjëna nëse ai i poston këto të thonë në rrjetet sociale, Allah ju shpërblet. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ka gjëna edhe ata deri në fyt. Se feja as nuk mirret, as nuk shpjegohet, as nuk përkthehet, as nuk komentohet nëpërmjet ChatGPT-s. As një send të sakt nuk din me të thonë. Për shkak se nuk është burim për të cilit muslimanët e marrin diturinë. Nëse i vyn për lënë sqarim, sikur që vyn fjalori për lënë sqarim, s'ka problem me përdor, me krahasue, me bë shikimin në një fjallë, ama më ka temën komplet, e me qitë aty, a e me të përktyje, të me jam qitë njerëzve, kjo është hanë. Për shkak se nuk përkthehet sakt, as nuk i spjegon dispozitat sakt. Dhe plot fjallë gjuhën arabe kanë nevojë për sqarim, që ChatGPT-ja nuk ta bën. ChatGPT-ja të jep sqarimin qysh ja kanë dhënë ata informatat të kufizuara. Për shkak se ChatGPT-ja nuk është i besueshëm që e ka pru hadithin e me shtien të Buhariu. ChatGPT-ja na jep informacione neve, sa i kanë dhënë informacione ata. Që si kanë dhënë ata informacione, a i stjep. Se a i stjep informatat e veta. Se a i s'ka informatat që i pra dhënë vetë, se nuk ka mundësi. Atëre, me marë diturin për type, është sigur me marë diturin për jo besimtarë. Me thonë atina jo besimtarë, ta të spjego ma që a ditë një jo besimtarë që e din gjuhën arabe. Edhe, po ta kishim themelue, krijuë, çdo dietar të hadithit, apet dituria nuk mirët pisojnë. E lema që nuk është çështja e tij. Nuk lejohet me të hangë kështu fe për shkak se devijimi pastaj vjen çdo. Shumica e devijimeve e përmendëm që kanë ardhur prej popujve të huaj. Kurse në kohën që jetojmë na, shumica e devijimeve kanë ardhur duke përkthy Kur'anin për anglisht, ose duke përkthy Kur'anin të na për shembull për bosnjakisht e kërcëheq. Sa i ka humbur një shumë të madhe të kuptimit derisa ka shkuar në anglisht, pastaj bën anglisht dhe kthej në shqip e u bëlla gjysëm, edhe kur e përkuna dalin pastaj që vëllësën në temia dhe qafir këtë çështje pështillën gjithashtu pse për shkak se nuk është përkthimi i dur ose nuk është detyria e dur që shpjegon fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam.